Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Gjykata kushtetuese sot shtyu seancën paraprake për pezullimin e Belinda Ballukut nga detyrat e zëvendës kryeministres e ministres për infrastrukturën dhe energjinë. Sot ishte parashikuar që kolegji penal të vendoste nëse ankimi i qeverisë do të kalonte ose jo për gjykim, por seanca u shty për javën tjetër më 2 dhjetor. Ndonse vazhdimisht i kundërshton vendimet e SPAK-ut dhe të gjykatës posaçme që i quan politike, Sali Berisha nuk ndan të njëjtin mendim për rastin Balluku. Sipas kryetarit demokrat, vendimi i pezullimit është i lishëm dhe masa më e lehtë për të. Në kundërshtim flagrant me kushtetutën, janë vërsulur me tërbim drejt gjykatës kushtetuese për të përmbysur vendimin e ligjshëm të gjykatës GKK-s. Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik hyn në masat e sigurimit personal, parashikuar nga neni 227 dhe 240 i kodit të procedurës penale. 9 muaj pas arrestimit, Erion Velia i kërkon në gjykatën kushtetuese shfuqizimin e paraburgimit, duke e cilësuar jo proporcional dhe në kundërshtim me praktikat e Venecias. Pak javë më parë, Velia ju rikthye në detyrën e kryetarit të Bashkisë Tiranë me vendim të kushtetueses, ndërsa vijon procesi penal ndaj tij dhe 29 të tjerëve. Gjykata e lartë rrëzoi si të pabazuar kërkesën e Ilir Metës, i cili përsëriti qëndrimin se duhet liruar dhe se masa arrest me burg është e padrejtë. Vendimi u dha pasi u shqyrtuar rekursi i ish-presidentit në burg prej tetorit 2024. Ndërkohë në gjykatën e posaçme u shty seanca paraprake me të pandehur Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe 3 të tjerë. Në gjyqin me dyert të mbyllura ishte i pranishëm Meta, i cili kërkoi të njihet me aktet e SPAK-ut që i adreson akuzat e korrupsionit e të fshehjes së pasurisë. Ekipi të mbrojtës u shtua edhe një avokat i dytë, i cili kërkoi kohë të njihet me fashikujt, çka e detyroi gjykatën të shtyjë procesin për më 5 dhjetor. Gjykata e Shkodrës la në burg Julian Cumraku dhe Erzen Alias Hamzaukën të arrestuar 3 ditë më parë në fshatin Orosh të Fusharzit. Ata dyshohen si ekstremist islamik që po përgatisnin një sulm terrorist. Ndërkaq i hodhën poshtë akuza duke deklaruar se armët janë të vjetra dhe se i mblodhën në fshat. Top Albania Radio. Operacion antidrog i SPAK-ut me autoritetet antimafia në Itali duke shinjestruar një grup kriminal të drejtuar nga shqiptar me bazë në vendin fqinj e në shtete të tjera të Europës. Ky grup trafikonte kokainë që vinte nga Amerika e Jugut. Pas një hetimi 5 vjeçar në Shqipëri e Itali, u kryen kontrolle dhe u lëshuan 24 masa sigurie dhe 10 prej tyre u ekzekutuan në Brescia. Në vendin tonë me urdhër të SPAK-ut u arrestua Igli Haxhia, i cili ka qenë oficer i forcave operacionale dhe tani është në akademi për gradën e nënkomisarit. I dyshuar si pjesë e grupit kriminal akuzohet për korrupsion e shpërdorim detyre. Ka dyshime se ky grup është përgjegjës për transportin e 1.3 tonëve kokainë nga vendet e origjinës drejt Europës. Në Itali droga dërgoi kryesisht me kamione autobus dhe në disa raste shoferët nuk ishin në dieni të ngarkesave. Në të njëjtën formë transportoheshin drejt Shqipërisë duke u dërguar organizatorëve të ardhurat e përfituara. Autoritetet sekuestruan 550.000 euro, 10 automjete, një pistolet dhe 130 kg kokainë heroin me vlerë tregu 12 milion euro. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në komisionin e posaçëm parlamentar, majoranca dhe opozita u dakordsuan për nevojën e reformës administrativo-territoriale që pushteti lokal të jetë me shërbime më pranë qytetarëve, nisur nga diferencat e thella mes bashkive të mëdha e të vogla. Antarët e komisionit nënvizuan nevojën e thellimit të kësaj reforme. Ajo që kërkohet në thelbin e kësaj reforme, që është thirrja që ka sfunduar ligjërimin politik në raport me pushtetin vendor, është një ndarje e re territoriale. Bashki më shumë, shërbime më shumë. Kjo është kërkesa reale që ne kemi ndeshur edhe përgjatë fushatave elektorale. Diskutimi që na duhen më shumë bashki, fitojmë ne më shumë bashki, është diskutimi i cili e kthen diskutimin nga një çështje e ofrimit të shërbimeve qytetarëve në një çështje elektorale. Dhe unë mendoj që në thelb, duke qenë dakord me ju, ta lejmë këtë si pikë të fundit. Ishin Luciano Boçi dhe Arbian Mazniku. Në Komisionin Kuvendor të Ekonomisë u diskutua projekt ligji mbi parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Socialisti Erion Braçe ngriti shqetësimin lidhur me diferencimin
që do të bëhet mes deputetëve e drejtorëve me pozicione në institucionet shtetërore. Si do përcaktohet kjo mënyra e jetesës, etika e të veshurit, e ku diun tjerë me radhë? Ka tuta që bëjnë 1.000 euro, tuta, bëjnë 1.000 euro. Ka tuta që bëjnë 50 euro. Tash janë ca përcaktime që mund të krijojnë konflikt madh nes, ose mund të përdoren për ku diun, çfarë do të gjë. Dhe e fundit gjë që kam, dhe këtu s'kam turp ta them këtë gjë fare. Tash deputetit këtu i ndalohet që të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër. Do bëj vetëm deputetin dhe asnjë gjë tjetër. Përveç mësimdhënies, t'japi mend. Janë ca gjëra që mi dakord duhen kufizuar ke deputeti edhe duhet kufizuar fort. Por tani që të shkohet në ekstrem nuk ka sens. Lajme nga bota. Amerika do të ndalë menjëherë të gjitha kërkesat për emigrim që lidhen me Afganistanin. Kjo pasi një shtetas afgan dje plagosi rënd 2 pjesëtar të gardës kombëtare pranë shtëpisë së bardhë. I dyshuari i plagosur para se të arrestohej u identifikua si Rahmanullah Lakanual, 29 vjeç. Presidenti Trump publikoi një video mesazh duke e cilësuar sulmin si akt të lig, akt të urrëties dhe akt të terrorit. Sipas Trumpit, i dyshuari kishte shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shtator 2021 me një nga ato fluturimet famkeqe referuar evakuimit të afganëve kur talibanët morën kontrollin pas tërheqjes amerikane. Sport. Sot ndeshja e 2 klubeve të vetme shqiptare në kompeticionet europiane, Dritës dhe Shkëndijës në kuadër të Ligës së Konferencës. Gjilana City janë skuadra pritse për takimin e 4 të kësaj faze të Conference Ligës, që do të luhet në stadiumin kombëtar të Prishtinës Fadil Vokri në orën 21 e si gjithmonë do të transmetohet në digital. Një përballje e madhe mes 2 klubeve shqiptare të Gjilanit dhe Tetovës, një fest futbolli e krenarie që vjen pikërisht në këtë fund nëntori kur janë edhe festat kombëtare të gjithë shqiptarëve nga ora 21 në shtëpitë tuaja nëpërmjet digitalbit. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti mbetet me vranësira dhe shira në të gjithë territorin. Rreshet janë me intensitet të ulët e hera-herës në formën e shtrëngatave afatshkurtra. Në relievet e larta malore, veri, verilindje, juglindje, pati rreshje bore. Temperaturat variojnë nga 6 në 17 gradë Celsius. Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisilda Doku. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.